Ka shku non stop cakat deri. Anaj musafir ka shku, e narë, non stop apo. Fatamasna a'yunahum fadhuqu adhabi wan nudhur. Në kërkesën e parë ju ka ardhur subhanallah goditja e parë. Por goditja e parë ka qenë parlament prap, shikone, me gjithë këtë ligësi që kanë bërë raport me lutin, prap Allahu xhallahu ala nuk i ka shkatruar të parën. Fatamasna a'yunahum. Tamasna a'yunahum të ndërvozër është, do ne verbuam sytë e tyne. Thuaj që nga ata që kanë shku tek luti ka qenë Gjibril alayhis salam, i ka godit me krahun e tij dhe gjithë njëjtin ku i ka verbuar. Me në kimadh vëllaznia, kjo është punë e vogël apo. Janë verbuar ata. Edhe është përmendur në transmetime se pasi që janë verbu, kanë kthyer shtëpia e tyre duke u prek për mure njëri me tjetrin, duke kërcënuar lutën se prapë kanë marrë më vonë me i kërku musafirët e tuaj. Shikoj ka ardhur parëndrimi. Allahu ja ka marrë syt. Prap nuk kanë pa. Për normal të ndërvozë nga se verbimi i tyne i syve ka qenë, domethënë, ka qenë kapitulli i fundit i verbimit. Nga sa ta para kësaj janë verbuar në zemrat e tyne. Kur verbohet zemra, pastaj syri edhe nuk sheh realisht realitetin, sheh përmes zemrës. Prandaj verbimi i syve ka qenë formal, si një fazë e fundit e paralemrit për dënim apo. Fatamasna a'yunahum fa kayfa kana 'adhabi wa nudhur. Ne i verbuam ata, andaj si ishte dënimi jon dhe refuzimi që ata e bënin para lajmërimeve tona ato. E pastaj Allahu tha, sikur se përmendëm, natën i ka thonë lutit alayhis salam, ti edhe familja jote illa imra'atak, veç gruaja jote ja. Edhe mos u kthem rapa. Mos shiko çka po ndodh. Pastaj Allahu tha, wa laqad sabbahahum bukratan adhabun mustaqir. Edhe posa qiri sabahu i përfri Allahu gjithë me një dënim, do që nuk patën mundësi me lkund, nuk patën mundësi me lëviz, mustaqir, një goditje e fuqishme që s'patën mundësi me i rezistua ata. Se përket dënimit të popullit të lutit të nervozër, në Kur'an ka ardhur rrëfimi i lutit i shpërndam në disa sura, sikur se i shumë pejgamberëve. Edhe në çdo citat kur përmend rrëfimi i lutit, është përmend një formë e dënimit. Ata s'janë dënuar me një dënim, janë dënuar me një varr dënimesh. Shikosh se i ka verbuar syt, apo pastaj i ngjujt me gur, pastaj domos sikur se kanë hadith, është shkput pjesa e tokës e janë shafit komplet përmbys. Pastaj Allah ka shushi që ka mbuluar tokën e tyne. Në gjitha këtu kanë qenë pjesë të dënimit që Allahu azza wa jalla ka dërguar popullit të lutit alayhis salam. Allahu tha fadhuqu adhabi wan nudhur. Me që u tallët me paralajmërimet e Allahut, me që i refuzuat, me që nuk i morët seriozisht, me që preferuat të vazhdoni në verbrin e juaj, shiheni tash dënimin tim dhe refuzimin e paralajmërimeve. Gjithashtu pastaj Allahu xhallahu ala thot wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir. Kjo do të thotë e kemi bërë më herët përcitet Allahu tha ne Kur'anin e kemi lehtësuar. Domthon pse kështu me gur? Ja ku është mundësia të kuptoni ndryshe, kuptoni me bindje, kuptoni me mendjen e juaj, kuptoni duke e aktivizuar natyrshmërinë e juaj, por jo me gur. Pse me gur? Pse me dënim? Pse me kërcënim? Kuptoni çu kupton njëri. Wa laqad yassarna al-Qur'an. E kemi bërë Kur'an të lehtë për ta kuptuar, për ta memorizuar, për të punuar me të e kështu me radhën. Fa hal min mudakkir. Kush nga ju? Pas pari Allah do të kurajshve. Kush nga ju? Po merr Kur'anin me kuptuar lehtë. Cilën formë të edukimit po e preferoni? Të parën apo dytën? Cilën po e doni? Ama patjetër keni më gjinzu. Patjetër keni më nështruar. Po apo nështruani me format e mëhershme apo me formën që Allahu azza wa jalla e dën nga robërit e tij.